Përshëndetje. Në këtë video do të mësojmë se si me shkarku një fond nga Google Fonts, gjithashtu edhe si të bëhet instalimi i fondit. Unë për shembull e kam zgjedhur këtë fond. Për ta shkarkuar këtë fond, klikoj Select this font. Pastaj klikoj këtu. Edhe tek ikona për me shkarku. Download this selection. Më pyet ku më rujt, pse jeta në desktop, save. Është fjala për këtë fondin këtu. Fonti vjen në formatin .zip. Klikoj dy herë këtu. Hapet, më thonë, diktarja këtu, fontet që që janë brenda zipit. I selektoj me shift prej, më thonë, klikoj të parën edhe të fundit prej lart. I heq nga zipi. Pastaj i selektoj këtu. Edhe me tastin e djathtë mbi njërin nga fontet klikoj me tastin e djathtë, hapet këtë dritarje edhe klikoj install. Edhe e shihni këtë procesin e instalimit. Domethënë fontet janë të instaluara dhe pasi të hapni aplikacionin, për shembull Photoshopin apo Illustratorin, e kërkoni fontin me këtë emrin e fondit që e kena shkarku, edhe do ta gjeni në listën e fondeve.